Përshëndetje të dashur miq, uroj dhe shpresoj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Speca të regjura në kos. Një recetë shumë e thjeshtë kjo dhe shumë praktike. Unë e përdor shpesh në familjen time, është e pëlqyeshme nga të gjithë. Varieteti më i mirë i specit për përgatitjen e kësaj recete janë këto që po përdorim sot. Ky lloj speci ka tull mjaftueshëm dhe një aromë të veçantë. Fillimisht do t'i lajm dhe më pas i lëm që të kullojnë. Sa më të freskët jenë specat, aq më e mirë del edhe receta. Kosi që do përdorim për këtë recetë duhet jetë kos i trash. Në rast se nuk keni kos të trash, e kulloni dhe e bëni si salcë kosi. Fillojmë me përgatitjen e kosit, e hedhim në një enë të bollshme. Aty do shtojmë krip mjaftueshëm, mos harroni që dhe specat janë të ëmbla, 2 lugë uthull molle dhe 1 thelbi hudhër të grirë imët. Nëse hudhra nuk është në preferencat tuaja, thjesht mos e shtoni. Të gjithë përbërësit do t'i përziej mirë bashk. Sigurohuni që të keni salcë mjaftueshëm për specat që do vendosni. Zakonisht për 4 speca, unë përdor 200 gram kos. Edhe nëse keni më tepër nuk ka problem, salcën mund ta ruani në frigorifer. Më pas fillojmë me prerjen e specave. Specat unë preferoj që t'i pres në këtë mënyrë, është më mirë për t'i vendosur tek salca e përgatitur. Shto prerje jo më shumë se 2 cm dhe mundohuni që të gjitha prerjet jenë parafërsisht të barabarta, me qëllim që kur t'i vendosim tek salca e përgatitur edhe shtresat të na dalin njësoj. Tani jemi gati për të filluar me shtrimin e specave tek salca e kosit që kemi përgatitur më parë. Do na duhet një enë qelqi, e ruan ushqimin më mirë. Në rast se nuk ju ndodhet një enë e tillë, përdorni çfarë të gjeni më praktike në shtëpinë tuaj. Fillimisht do shtrojmë salcën e përgatitur më parë dhe sipër do rendisim specat e prera siç i shikoni edhe në video. Sigurohemi që të kemi salcë mjaftueshëm me qëllim që kur të vendosim specat, ato të zhyten brenda në salcë dhe të përgatitura në këtë mënyrë. Speci ruhet më mirë, por edhe salca merr një aromë të veçantë. Gjithsesi, jam e sigurt që kur ta provoni këtë recetë, do ta kuptoni se për çfarë arome e kam fjalën. Është aroma e specit që mbetet tek salca e përgatitur dhe ka një shije fantastike. Kur ta kemi mbaruar të gjithë këtë proces, përsipër do t'i hedhim vaj ulliri dhe enën do ta vendosim në frigorifer. Për 2-3 ditë, kjo recetë është gati. Mund ta shijoni kështu siç është, me pak bukë të thekur, ose ta shoqëroni me ushqime dhe gatime të ndryshme. Përfitoj nga rasti të falenderoj nga zemra të gjithë ju dashamirës që jeni pjesë e kanalit tim, i shikoni dhe i vlerësoni këto video duke lënë gjithmonë një koment pozitiv. Zoti ju bekoft zemrën ashtu siç keni edhe shpirtin. Uroj dhe shpresoj që këto receta që unë sjell të jenë pjesë e familjes tuaj jo vetëm në përditshmëri, por edhe në festa dhe gëzime. Mos harroni të më shkruani për receta të reja që doni të shikoni në kanalin tim. Ju përshëndes.